me qenë se edhe në bazë të kushtetutës tonë, edhe në bazë të gjitha ligjeve, presidentja e ka obligim që të provoj faktikisht në të gjitha mënyrat të ligjore të mundshme që të parandaloj që të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, sepse kjo nuk do të ishte në të mirë të Kosovës. Dhe tani, me qenë se lëvizja vetëvendosje ka më së tepër mbi deputet, do të presim faktikisht edhe 10 ditë ndoshta fundi javës së ardhshme, por kjo nuk do të thotë që do të euzorohet ky afat. Dhe zoti Konjuca, pasi që do të thirret edhe një herë faktikisht Parlamenti i Kosovës, deputet do të jenë aty, do të tentoj që të formoj qeverinë e re. Tani ka qenë faktikisht një hipotezë jashtëzakonisht i mirë i zotit Albin Kurti, duke thënë që okej, nëse ju nuk doni që unë të udhëheqin, kuptimin të udhëheqin me qeverinë, atëherë ja ku e keni Leo Konjucën. Dhe tani ne kemi pa deklarata edhe të kryetarëve të partive opozitare. Të gjitha thuja me radhë kanë deklaruar njëjtë siç kanë deklaruar për zotin Albin Kurti, njëjtë po deklarojnë për zotin Konjuca, që i bie që ata as që po duan faktikisht të përmbyllet procesi normal i zgjedhjeve të dalura nga nëntë shkurti, sepse as nuk duan ta votojnë asken nga lëvizja vetëvendosje, gjë që është jo normale. Mirë pa ajo pjesa e jo normalitetit të tyre, si që ne kuptoj, është që ata nuk duan as vetë ta marrin pushtetin. Dhe që i bie një farë mënyrë me gjuhë popullore, hypset vrava, zhdrypset vrava, as nuk e votojnë fituesin dhe gjithmonë kemi mungesë të tikun rreth 5 numrave dhe as nuk bëhen bashkë partitë opozitare që ta marrin pushtetin e dalën nga zgjedhjet. Kështu që me vetë faktin e kësaj, ata po paraqiten si bllokues të jashtëzakonshëm të punës institucionale në Republikën tonë. E kuptova. Avokat, çfarë ndryshon? E zëmë se shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Çfarë do të ndryshojë? Gjithë ky ngërç politik, e gjithë kjo rezume që edhe sapo bëre, kujt do të shkojë në favor? Cilit subjekti politik? Pra do të kemi shtim apo paksim votash? Ju si e projektoni domethënë zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet e jashtëzakonshme? Fillimisht, unë mendoj që tani me këtë që bëri Albin Kurti, që faktikisht e mandatoi dikë tjetër, zotin Konjuca, atëherë ata nuk kanë më alibi, po që thoni. të mos votojnë qeverinë e re. Dhe në rast se kjo nuk ndodh për këto ditë që kanë mbetur, sepse janë 15 ditë prej që është emëruar nga presidenti Vjosa Osmani, atëherë ata do të identifikohen në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që do t'i kemi, dhe nëse Konjuca nuk e fiton mandatin për kryeministër, atëherë detyrimisht në bazë ligjeve tona, bazë kushtetutës, është që të shkojmë në zgjedhjet e parakohshme. Dhe në zgjedhjet e parakohshme, përveç që do të harxojmë miliona euro, atëherë besoj që lëvizja vetëvendosje mund fitoj edhe më tepër vota, mirë po e marrë në mënyrë hipotetike. Nëse numrat janë parafërsisht ashtu siç kanë qenë nga zgjedhjet, nëse numrat dalin siç kanë qenë parafort nga zgjedhjet e nëntë shkurtit, atëherë po i bie që mund të hyjmë prapë në një rreth vicioz dhe që të kemi blokadat të tilla çfarë kemi pa për këto 7-8 muaj. Ndaj që duhet të votojnë qeverinë e re, të dalën nga zgjedhjet në interes të shtetit dhe këto inate që i kanë partitë opozitare, do thotë më tepër me po i dëmtojnë qytetarët e Kosovës, shtetin e Kosovës, por mund të them lirisht që edhe vetveten kuptimin e partive të tyre respektive, sepse Kosova është e vogël, gjithçka është duke u ditur, do të po identifikohen partitë opozitare si bllokuese e jo lëvizja vetëvendosje, posaçërisht pas këtyre lëvizjeve, do të që i bëri Albin Kurti në rastin e nominimit të dikujt tjetër që këtë rastin Konjuca. Pse thua rezultatet do të jenë të njëjta kur njëkohësisht konfirmon se ata që kanë krijuar këtë ngërç